Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Habit mjeku, qepa shëron këto 3 sëmundje. Kjo moshë duhet t'i konsumoj urgjent. E kemi përmendur disa herë edhe në video tona të mëparshme që qepa është një antibiotik natyral i mirë për shëndetin. Ajo ka veti antiseptike, antibakteriale, antiinflamatore dhe sipas mjekësisë alternative, qepa mund të përmirësojë disa probleme shëndetësore. Janë disa prej tyre të renditura sipas Step to Health që qepa mund t'i japë një zgjidhje. Veshët e bllokuar. Merrni një copë qep dhe vendosni në brendësi të veshit. Mos e fusni thellë atë sepse mund të rezultojë e dëmshme. Lëreni copën e qepës të veprojë për disa orë në vesh dhe ajo do të thithë të gjitha bakteret dhe viruset dhe do të zhbllokojë veshin tuaj dhe të nesërmen shkoni tek mjeku për të marrë një trajtim më të specializuar. Qepa lehtëson të djegurat në lëkurë. Nëse keni djegje të lehta, prisni një kokër qep në gjysmë dhe vendosni në zonën e djegur. Qepa do ju qetësojë dhimbjet dhe do të parandalojë inflamacionin, skuqjen dhe entjen në zonat ku jeni djegur. Ajo trajton pickimet nga insektet. Ndodh shpesh që kur ju pickojnë në insektet të caktuara, zona përreth të skuqet dhe të krijojë infeksione. Në këto raste, lyerja e zonës së pickuar me lëngun e gjysmë kokre qep do ju ndihmojë të mos infektohet pickimi. Ul temperaturën e lartë të trupit. Një nga recetat më të lashta të qepës është vendosja e një cope qep të prerë për të ulur temperaturën e lartë të trupit. Vendosja e saj në shputën e këmbës dhe mbështjellja me një qese plastike dhe veshja e çorapeve sipër do të jetë një alternativë shumë e mirë edhe për të ulur temperaturën e trupit. Qepa është një alternativë shumë e mirë edhe për të përmirësuar detoksifikimin. Qepa detoksifikon trupin dhe ju ndihmon të nxirrni toksinat dhe mbeturinat e dëmshme nga organizmi, citon Step to Health. Përfitimet që merrni nga konsumi i qepës do të jenë të larmishme. Ajo do të ofrojë një sër vlerash në mbrojtjen e shëndetit. Qepa është një nga elementët bazë të gatimit dhe sigurisht trupi juaj do të marrë përfitimet prej saj. Në këtë video, sipas WebMed do ju tregojmë çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani më shpesh qep se normalisht. Qepët do të përmirësojnë dëndësinë tuaj kockore. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, disa studime kanë treguar se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj kockore. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë e kockave me 5% krahasuar me ato që nuk i konsumojnë. Qepa do të përmirësojë nivelin e kolesterolit dhe do ta mbajë zemrën tuaj më të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore, qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq që është i pranishëm në trupin tuaj, citon WebMed. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër do ta mbajë zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepët do të stimulojnë gjithashtu edhe një tretje më të mirë pozitive për organizmin. Nëse vuani shpesh nga problemet e tretjes, qepa mund të kthehet një aleat të mirë të shëndetit tuaj kundër këtij problemi. Qepët janë në plot me fibra që përshpejtojnë tretjen e dur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ato gjithashtu rrisin prodhimin e bakterieve të mira në zorr duke bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepët zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe rrisin antioksidantët. Qepët janë në shtëpi e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve që janë të mira për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg probleme të caktuara, por gjithashtu parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave, citon WebMed. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet të këqija të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristika e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojë dhëmbët. Ato përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj më të shëndetshëm. Qepa ju ndihmon që të flini më mirë gjatë natës. Kërkimet e bëra në Universitetin e Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorrës dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepa është një aleat i trupit tuaj në luftën kundër plakjes dhe përmirëson duken e lëkurës suaj. Të pasura me vitaminën C, vitaminën A dhe vitaminën E, qepët ju ndihmojnë të arrini lëkurën e përsosur me shkëlqim që dëshironi. Ato do të zvogëlojnë gjithashtu edhe problemin e puçrave dhe do t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj.
Qepa është përdorur në dhjetëra mënyra edhe në mjekësinë popullore. Një nga përdorimet më të shumta në vendin tonë është qepa me krip, që ka një fuqi të lartë edhe në trajtimin e një sër komplikacionesh. Përdorimi i kompresave të qepës me krip është një recetë e vjetër popullore jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Efektet e fuqishme të qepës bashkë me kripën janë të jashtëzakonshme për sa u përket fuqive shëruese ndaj edemave. Gjithkush ka hasur probleme dhe komplikacione shëndetësore nga ndrydhja e këmbës, njëri nga gjunjët, këmbët dhe kyçet e duarve, krahëve ose dhe shpatullave të ndrydhura. Para se të drejtoheni në farmaci për të gjetur zgjidhje nga ilaçet dhe medikamentet të ndryshme, mënyra më e mirë për të lehtësuar këto komplikacione vjen edhe nga përdorimi i kuzhinës. Qepa me krip, një metodë krejt natyrale por fantastike në recetat kundër edemave dhe largimin e dhimbjeve të tyre në mënyrë më të shpejtë. Edema është emri mjekësor i enjtjes, pra fryrjes. Ato shkaktohen kryesisht edhe nga dëme të ndryshme dhe inflamacione në trupin tuaj. Prandaj, përdorimi i alternativave të ndryshme në kushte shtëpie sigurisht që do të japë rezultate fantastike edhe në mbrojtjen tuaj. Kompresa e qepës me krip vendoset në atë pjesë të trupit që prek edemën dhe është e dëmtuar ose e enjtur. Ajo risjell brenda një kohe të shkurtër funksionin normal të tyre. Përdorimi i qepës me krip është shumë i thjeshtë. Kompresa e qepës me krip është një mënyrë shumë efikase dhe e shpejtë edhe për të shpëtuar nga problemet e edemave ose dhimbjeve që shkaktojnë fryrje dhe këmbëve të duarve, krahëve ose të shpatullave. Si pasojë e këtij cikli, kjo pjesë e trupit fryhet, shkaktohen dhimbje dhe komplikacione në aktivitetet normale dhe ato fizike. Për këtë recetë mjafton një kokër qep, e cila nuk duhet qëruar por të përdoret ashtu siç është, të shtypet me një mjet të fortë derisa të bëhet gjithashtu edhe në formën e pures. Më pas, hidhet një lugje dhe kripe trash dhe mund të përdoret normalisht e imët. Masa shtypet derisa të formohet dhe të dalë lëngu i qepës. Masa e qepës së shtypur me krip vendoset në pjesën e trupit ku është shfaqur kryesisht edhe edema, shembja ose edhe dëmtimi. Lidhet fort me një nap ose me një fash të trash. Rekomandohet që të mbahet për 24 orë në formën e kompresës. Gjithashtu, efektet e qepës me krip janë vërtet të larmishme edhe në dietën tuaj të përgjithshme, duke dhënë rezultate mjaft të mira kundër problemeve të edemave. Efekti fuqishëm i qepës me krip nuk lejon pjesën e shembur ose të enjtur të nxihet ose të fryhet më shumë. Lëngu i qepës i kombinuar me krip veprohet direkt nga qelizat e dëmtuara. Ai nxit rigjenerimin e shpejtë dhe rikthimin e tyre në funksione normale. Por nëse gjendja juaj është kritike, mos nguroni që të shkoni tek mjeku për një trajtim të specializuar. Përdorimi i qepës me krip është një alternativë shumë e mirë në kushtet kur nuk mund të shkoni dot nga mjeku për shkak edhe të orëve të vona. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm në përdorimet e kuzhinës. Qepa është e mirë kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për trupin e njeriut, qepa renditet ndër ushqimet më superiore, të dobishme në trajtimin e problemeve kronike dhe sëmundjeve, siç janë kryesisht sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Ndaj, përdorimi i saj në dietën tuaj sigurisht që do t'jap një alternativë të çmuar në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Qepa është e rëndësishme edhe kundër problemeve të shkaktuara nga ushqimet, gjithashtu edhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar dhe gjithashtu në shëndetin e komponentëve të tjerë. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë përdorimin e qepës si një zgjidhje mjaft të mirë natyrale në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu edhe në sjelljen e rezultateve konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë qepa është një alternativë e çmuar, por duhet të përdoret gjithmonë në mënyrë të rregullt dhe brenda normës për të evituar kështu edhe gabimet në përdorim. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.